fundim që çdo foshnjë lind pa ligësi, pa mirësi, pa asgjë. Pra bëhet rrugës. Unë jam me këtë mendimin, ndoshta dhe unë mendoj që jo me Besmira aq më tepër është një viktim. Besmira është një viktim. Po. Sepse asaj ju desh nuk mund ta quaj as fiks vetë mbrojtje, por dhuna ushqen dhunë. Nuk ka se si tjetë ndryshe. Nuk ka se si. Ne fillojmë që me beben e vogël. Në momentin që fëmia vret pak kokën dhe tavolina, ne fillojmë rrafin tavolinën. Hajtë rrafin bashk. Që të thotë është një nga gjestet më që ne po e rrisim që në fillim, që ajo të hakmeret që në momentet e para, e jo më tepër, e jo më të marri dhunë gjatë gjithkohës, një Besmir do kthehen të gjitha ato. Dhe pastaj na vjen keq kur e dëgjojnë. Mirë, libri Anatomia e një vrasjeje është një ndërthurje, një rrëfimi letrar, pra historia e Besmirës, që si emër nuk është real, por që mbart në vetvete një grua, por edhe një përvojën tuaj personale. Atëre, unë Besmir, si lidhe njëra me tjetrën? Unë do të vi me një libër tjetër realisht, sepse unë tashmë e para është lexuesi që më priti në këtë mënyrë, sepse tashmë jam mirënjohëse dhe shumë detyruese prej tij që unë t'i sjell vepra të tjera, sepse e ka pritur në këtë mënyrë. Edhe mënyrën që unë kam shkruar, do të thotë, sipas atyre që janë ekspert, unë mund t'i përshëndes të gjithë se qoftë edhe Rezar Tareso që nga Amerika që e ka redaktuar, Kristina Jorgaqi që për mua është, ajo ka dhënë edhe shpirt brenda dhe ka qenë shtyrsa kryesore që më dha këtë, normalisht Hasan Shainaj që ka bërë analizën e këtij libri, e kanë cilësuar për bestseller dhe kjo mua më jep një shtys, më jep dorën që unë të bëj të tjera. Por ajo që thash në fillim, më jep një tragjedi të sjell një kryevepër, të duhet ndonjëherë një shtys, të duhet një ndodhi. Cila ishte ndodhia? Të vjen një ngjarje që edhe këtë do doja ta thoja, nëse një ngjarje sado e fortë të jetë, arrin të kthehet në histori dhe ta tregoj vetë ai njeriu që e ka kaluar, për mua është fitore, është sukses. Pra unë kam kaluar një tragjedi e quaj, edhe pse shëqyr Zotit jam gjallë, unë kalova nga burgjet greke dhe aty e kam njohur Besmirën. U gjenda në burgjet greke për një faj që nuk kishte lidhje me mua fare. Isha e dënuar për 8 vjet për diçka që nuk e di nëse ka ndodhur me të vërtetë ndonjëherë, sepse akoma se kam zgjedhur dhe jemi duke u marrë me këtë temë. Aty u gjenda me Besmirën, brenda atyre mureve. Ishte shqiptare. Shqiptare burgosur e cilat të ka të rrëfyer. Po, më rrëfeu këtë histori. Unë atje kisha filluar të shkruaja historinë time, atë që po më ndodhte mua, se duke qenë që po më ndodhte diçka që besoja se vetëm nëpër filma ndodhnin. Aty gjeta Besmirën dhe në një moment kur kam folur me Kristinën, i kam thënë, e di që ju thoni të gjithë dhe unë kam thënë që historisja imja nuk ka, por paska dhe më keq. Pra, ju fillimisht doni të bënit një libër për jetën tuaj, për atë që po më ndodhte mua, sepse unë ndodha në aeroport, isha mirë e bukur, vija me djalin tim për në shtëpi, dhe thjesht arrestohem. Isha e kërkuar prej kohësh dhe nuk e dija. Dhe aty brenda ishte një dosje që do të thotë, unë akuzohesh. Do emri juaj aty? Nëse mund të na. Atëherë, ishte diçka, po, unë e kuptoj atë normalisht që edhe pse është diçka e rrallë. Po, edhe pse është, po, nuk është e rrallë. Vetëm e rrallë nuk është. Vetëm thjesht nuk e flasin njerëz, nuk kanë marrë guximin ta thonë. Unë kam hasur aty brenda persona që rrallë të gjendet emri në një dosje që po, ka të gjitha. Jo, nuk ishte krim, sepse nuk bëj fjalë për vrasje, por ishte për një vepër penale, po. Bëj fjalë për një vepër penale që do të thotë një person jep të dhëna dhe thonë, në këtë vend ngjarje që kishte ndodhur një ngjarje, një grua brune me një makinë gri me targa shqiptare ka kaluar në këtë orë. Dhe kemi parë që të shkëmbej me një person diçka jeshile. Gjë do të thotë, kishte të bënte me këtë dhe këta pyete në kufi, kush ka kaluar sot në kufi një brune me makinë gri dhe me targa shqiptare, kisha kaluar unë. Po thjesht nuk kisha kaluar. Kjo ishte prova. Po, dhe unë nuk isha as në Greqi, as jetoja as gjë. Kjo ishte prova që mua më kishin paketuar, më kishin bërë pako 8 vjet. Kështu që unë të zgjendimi. Kishte marrë formën e prerë prej 5 vitesh, nuk ishte diçka e të ditshme që unë ndalova. Okej. Dhe kështu që kur unë hyra aty, ju fatmirësisht nga 8, pra pavarësisht se qëndruat në burg. Po, qëndrova gati 7 muaj. 7 muaj. Si kanë qenë ato kohë, ato muaj? Ato janë të papërshkrueshme, Unë do t'ju vi me një libër të tillë dhe e di që nëse këtu tjetër për vitet në muajt në burg. Ai libër, po është vetëm për muajt në burg. Ai është libri juaj. Ai është libri im dhe aty ka shumë detaje, gjëra që unë e di shumë mirë që as Greqis nuk do t'i bjerë mirë, pra nuk e di si do ta honepsi atë, si do ta përtypi, them. Por janë shumë njerëz, shumë shqiptar në të gjithë, jo vetëm në Greqi, që kanë përjetuar ditë të tilla me të drejtë, pa të drejtë,
me kushte pakun me ato kushte që nuk e meritojnë. Dhe e di që aty do preket gjithë Shqipëria. Aty ka detaje dhe ka të vërteta, pra nuk aty ka data, aty ka gjërat që ndodhin në të vërtetë. Jeni vendosur, e keni nisur? Pra do është shkruar, është në dorë të redaktorit. Thjesht për të botuar. Po, është për të botuar. Kështu që prandaj nuk dua të flas shumë për atë, sepse ai do ketë që mos t'u asgjojmë dhe lexuesit atë. Vetëm diçka, e keni mbyllur problemet e lashët me drejtësinë greke apo? Po, unë kam dalë pafajshme nga aty. Që gjithçka është. Po, kam marrë pafajsi, kam dalë, normalisht s'kam të. Okej, ishte ajo që unë kërkoja, që unë besoj se unë meritoj që të kem një dëmshpërblim nga shteti grek, sepse besoj se e meritoj. Jo. Por mund të shkoni në Greqi? Po, mund të shkojmë në Greqi. S'ka asnjë problem. Jo, nuk kam shkuar. Për drejtësinë. Kam shkuar. Kam shkuar, po. Mirë, Eva, cili ishte qëllimi, pra i kësaj ndërthurjeje? Unë kam pasur pak jetën, ashtu të them diçka. Ose gjithë lexuesit. Unë kam pasur pak jetën të vështirë. Që do thotë nuk është vetëm burgu për mua. Ndoshta burgu kishte donte edhe një pikë ajo gota ime që të mbushej, edhe të më bënte që unë të ngres zarrin e të filloj. Qëllimi im nuk është që unë të bëhem shkrimtare, edhe pse thash edhe një herë, më jep këtë të jap këtë, sepse duhet një shtys apo duhet diçka që të kesh për të farë të nxjerrësh. Qëllimi im është të ndihmoj sa më shumë gra. Unë e di ç'do të thotë. E di mirë se ç'do të thotë, si njëra si tjetra, si ti jesh i prekur nga një pjesë, si ti jesh i cënuar nga ana tjetër, dhe do doja që unë të ndihmoj sa më shumë gra të jetë e mundur. Unë duaj që zëri im për to të jetë shtys. Cili është mesazhi atëherë? Ju thoni të ndihmoni. Atëherë, kush është mesazhi im? Nëse shohim, atëherë, këtu ka shumë dhunë. Dikush mund ta shohë ndryshe edhe pse nuk e di, por pas kam pasur lexuesit që kanë parë me syrin tim. E di pse, sepse në fillim mendoja që do ta shohin me dhunë dhe do shohin anë tjetër, se është këndvështrim gjithçka. Pra mund të shohim, të marrim ne dhunën dhe ta shohim bobo, kjo po na promovon dhunë, por në të vërtetë këtu promovoj dhunë për të mësuar se si mos të arrijmë deri këtu. Pra nëse në familje të ndalojmë, ne bëhemi sot, unë e di që sot në 2025, në 2026 ka akoma aborte selektive. Të lindim njerëz dhe jo femra meshkuj. Çfarë lidhje ka kjo, sepse unë jam lindur femër dhe duhet jem një kat më poshtë. E para kjo dhe dyta, kush ka mundësi dhe shef dhunë, kudo që ta shofi, të ngrej zërin dhe të flasi. Kushdo që ta ndjej dhunën, të mos presi që dhuna të jetë goditje me dorë apo me një send. Dhuna është dhe psikologjike, dhuna është dhe... Pra, ta din që nuk janë vetëm. Dhe në momenti që ngret zërin, vetëm atyre i thyen muret e dhunës. Thyen heshtjen, se heshtja është... Vetëm heshtja është muri vetëm që e mban dhunën në këmbë. Unë kështu mendoj. Po, ju thatë që dhe në fillim unë bëra një prezantim të tillë nga një bashkëbisedim që ne patëm së bashku, që libri është i suksesshëm. Pra ka libri pati sukses, unë e them me të qeshur ndonjëherë, po më merr prej dore, nuk po e marr unë. Sepse unë tashmë unë dje isha në Pardje në Barcelonë, nga disa shqiptarë të Barcelonës, në Kosovë, që më ka pritur jashtë mase shumë mirë Prizreni, pas 3 ditësh do t'jem në Divjak, nga Bashkia e Divjakës, më ka ftuar në Pogradez një fjalë. Të gjitha këto për mua kuptohet që libri po shkon në vendin e vet, po jep mesazhin e duhur. Është titulli që intrigon? Anatomia e një vrasje, mendon se është dhe titulli? Ndoshta është dhe titulli, megjithëse unë pak në fillim e pata pak si frikë. Ndoshta kam goditur me titullin. Promovimi i dhunës, po për të cilë një mesazh, por gjithsesi. Ndoshta është një gjithë gërshetimi, por nuk e di se si, por është një gjithë gërshetimi. Por di të them që mesazhet që janë aty nga lexuesit, nuk di. Mesazhesh keni marrë, qoftë edhe nga redaktoria, nga botuesi. E kam lexuar, vetëm ajo fjala që të thotë, e lexova me një frym dhe më la pa frym. Që do të thotë, është një libër që nuk është për të qetësuar, ti të lexosh 10 faqe në darkë dhe të shplodhesh. Ky është një libër që mendoj mirë po e nise në mbrëmje, sepse derisa ta mbyllësh faqen e fundit nuk e lë dot. Ka çdo faqe histori, pra nuk është një libër që ka aty një stil gazetaresk që të thuash, okay, është shumë i pastër, i qartë, por nuk ka shumë ndërhyrje brenda. Pra ka një histori të gjallë. Më thënë që çdo libër ka një histori, sepse e tillë ishte jeta e personazhit e Besmirës, apo ka dhe pak trillim aty, ka dhe pak... Aty ka vetëm zbukurim. Zbukurim. Do të thotë...